E para ka disa javë që ekipi im ligjor, një ekip jashtëzakonisht profesional, kanë analizuar të gjitha mënyrat e mundshme dhe kanë ardhur në konkluzion që mënyra e vetme që kjo të kryhet ligjërisht dhe njëjtën kohë që të kryhet shpejt është formimi i komisionit. Për mua ka qenë përkeqardhje reagimi i disa personave përfshi në sindikat që kanë kundërshtuar kërkesën time, e cila ka qenë kërkesë për t'i ndihmuar të gjithë punëtorët e RTK-s që kanë mbetur pa paga dhe natyrisht kjo i afekton edhe familjet e tyre, diku 700 familje. Dhe si presidente kam treguar gatishmërinë e plotë, kam bërë thirrje publike, kam treguar gatishmëri edhe që të takohem me partitë politike dhe në vend se të mirëpritet një iniciativë e tillë, është arsyetuar se cili njeri që po e bllokon formimin e komisionit. Kjo është diçka e pa dëgjuar dhe e pa parë për mua, sepse nëse dikush dëshiron që të rregullohet çështja e pagave, atëherë kërkesa është tepër e thjeshtë. Nuk ka ku të shkoj më thjesht. Formohet komisioni sepse kuvendi është i konstituar tashmë. Pse po mendoni që dikush duke formuar komisionin bën ndonjë koncesion ose kompromis? Nuk ka kompromis aty. Edhe ashtu ju bjen shkurt me qenë kryetar të atyre komisioneve. Ose ju bjen një herë, ose ju bjen brenda 4 muajve ta zëm në qoftë se krijohet qeveria 3-4 herë me u mbledh. Nuk është ndonjë privilegj i jashtëzakonshëm. Pra, krijohet komisioni dhe për 5 minuta miratohet. Ashtu siç e parasheh ligji, për 5 minuta miratohet kjo çështja e pagave, edhe të gjithë i keni pagat në llogari. Prandaj unë kam pritur që do të mirëpritet një involvim i tillë ku unë kam kërkuar që të gjithë deputetëve t'ju përcillet kërkesa ime për të formim të komisionit, nuk ka asnjë arsye të vetme që partitë politike të bllokojnë formimin e komisioneve. Kushdo që ju thotë ndryshe është duke ju gënyer. Dhe as nuk ka ndonjë komplikim për krijem të komisioneve, t'jeni të sigurt. Nuk ka ndonjë komplikim. Kushdo që ju thotë që është e pamundur, është duke ju gënyer sërish. Kështu që ne kemi bërë si presidencë iniciativë, nuk është mirëpritur nga ana e disa njerëzve në sindikat që është për keqardhje. Ne kërkojmë që të respektohet ligji. Ne kërkojmë që të formohen komisionet urgjentisht sepse kuvendi tashmë është konstituar, këto çështje është dashur me u kry shumë më herët dhe jo vetëm për çështjen e pagave të RTK-s, por edhe për shumë çështje tjera dhe po ashtu i bëj thirrje sërish deputetëve të kuvendit të Kosovës, të gjithëve, pavarësisht për cilën parti politike po flasim, sepse edhe herën e kaluar kanë folur për të gjitha partitë politike, jo vetëm për disa. Të gjitha kanë përgjegjësi në kryerjen e këtyre punëve, pra përsëris thirrjen time që ta votojnë planin e rritjes, që ta votojnë marrëveshjen me Bankën Botërore, janë 1 miliard euro për qytetarët e Republikës së Kosovës. Është gati 1/4 e buxhetit të Kosovës, nuk ka asnjë arsyeshmëri që të bllokohen këto procese apo të shtyhen për të ardhmen. Kërkohet një vot e tyre në interes të Kosovës për të gjitha këto çështje. Pra, nuk ka ndonjë filozofi të komplikuar aty në krijem të komisioneve. Gjë më të thjeshtë sa kjo nuk ka. Thjesht duhet që të gjithë t'ua kërkojmë këtë gjë deputetëve dhe përsëri po them, deputetëve të gjitha partive politike pa dallim duhet t'ua kërkojmë gjën më të thjeshtë që ta kryejnë punën e tyre dhe ta realizojnë funksionin për të cilin janë zgjedhur.